Ish presidenti i Vllaznisë në futboll Walter Fushaj, një periudhë gjatë bashkëpunimi me të madhin Paulinoj që sot po përcjellet në banesën e fundit. Pa dyshim keqardhje e madhe. Ai një keqardhje e madhe shumë dhe më thënë dhe edhe në disi e pa pritun. Paulini pas dritë e diell, ushtime familjes. Me Paulinin kam pas bikohë gjatë bashkëpunimit, qoftë ekipi i parë, qoftë edhe akademia. Për zotin ka një shembull jashtëzakonshëm, një njeri i dashur për sportin, një njeri i dashur për drejtuesit, një njeri i dashur për akademinë, për fëmijët. I ka dhënë gjithçka, ka dhënë shpirtin për këtë futboll. Unë kam pas një klasi të veçantë që kam punuar me të. Por ka një shembull trajnerit, një shembull prinit, një shembull jashtëzakonshëm. Nuk di si ta shpjegoj me fjalë se cilat janë bënimet më të veçanta që do të truani nga Paulin Doja? Dashamirësinë e tij dhe përvoja e tij ka qenë jashtëzakonshme, cilën mua më ka shërbyer shumë, qoftë në menime, qoftë në eksperjenca e tij për sa i përket trajnerit, sidomos trajnerit futbollit, trajner për sa i përket trajner portierash. Eksperjenca e tij më ka ndihmuar shumë, me thënë drejtën, ka marrë gjithmonë shpesh këshilla, më ka ndihmuar shumë se ka qenë një angazhim i tij si gjithmonë, se Paulini siç e ke pa, ke shkruar si thonë në shkodran, pra ka qenë një njeri i pastër në punën e vet, dhe çdo gjë që ka ditë e ka dhënë me shpirt edhe me pastërti. Rast fushës së futbollit, si ishte Paulin Doja në jetën e përditshme, se keni pasur raste të Një shok i mirë shumë. Faleminderit. Faleminderit.